Edhe për fund do doja shumë që për krejt ata që po na ndjekin edhe sportist profesional, por edhe prind të fëmijëve me që u fokusum shumë, ju jeni prind vetë edhe dini se sa e rëndësishme është i gjithë trajtimi i drejtë, sa duhet kenë kujdes pas lëndimeve gjatë rikuperime, sepse shpesh e ndim vetën mirë, dhe po kthena nuk me pres 6 muaj, edhe pse ndihesh mirë, a duhet të kthehemi? Jo, duhet pa tjetër me marrë mendimin e profesionistit kur ta jep lejen për mu kthy. Edhe pse ndihesh mirë, s'ban mu kthy para kohë. Jo, pse çdo ngutje mundet me na kthy prapë në pikën 0. Për atë arsye gjithmonë duhet me qenë bashkëpunim gjithçka me diskutu prej ditës 0, do thot prej ditës parë që vjen sportisti ose pacienti, prej asaj dite deri kur shërohet komplet, duhet ka me qenë një rrugë gjatë që ka me qenë, do thot, zbashko, me mjekun, me fizioterapeutin, me familjen, me trajnerin, me fitnessin, me gjithë që me përcjell deri në fund për me mërri maksimumin e atij sportisti. Dhe kjo është më e mira atij sportistit, që e mendojnë ekipa. Pa diskutim. Gjithmonë ekipet nxjerrin sportistat mirë ose ekipet e bojnë dallimin. Për atë arsye ndoshta edhe ekipa gjithmonë na ka bën neve me dallu prej gjithë tjerëve. Po, dhe kjo është pastaj histori suksesi edhe për ortopedin, edhe për fizioterapeutin, që ja kthejnë ëndrrën atij sportisteje që të rikthehet në fushë ose në kudo që është duke ushtruar. Pa diskutim që po. Kjo është kënaqësia më e madhe. Dhurata më e madhe është kur sportisti del edhe kthehet aty ku ka qenë, kjo është kënaqësia më e madhe për secilin. Edhe për një mjek nuk ka diçka kënaqësi më të madhe se sa kur sheh që gjithçka ka shku me sukses. Absolutisht, dhe këtë lumturi e përitani çdo ditë me pacientët, sepse e tha çdo ditë kemi më shumë. Për fat mirë po, për fat mirë po. Por ka edhe raste kur me vërtet zguxojnë të kthehen, por ka po lutem që ato kur mos na vinë se janë raste shumë të vështira edhe qasja edhe diskutimi është shumë i vështirë mi thonë një sportistit që nuk do të mirësh më me sport. Për shkak dëmtimit të kërcit, kur ai ka investu, krejt ëndrat i ka pas lidhuna, është sfiduese, edhe në aspektin emocional është shumë sfiduese, edhe për ne si staf mjekësor që jemi, është sfiduese me ia dhënë çat lajm do thotë. Po që mos ndodh kjo, doktor Ardian, duhet kenë kontrolla rutinore krejt fëmijët edhe sportistët. Pa diskutim që po. Patën të lashe. Pa diskutim që po, edhe mjekësia sportive ka fillu edhe është në rrugë shumë të mirë, kështu që shpresojmë që ditë mira kanë më ardhur. Shpresoj shumë, unë të falenderoj shumë, doktor Ardian, që me kaq sportivitet e trajtuam këtë temë lëndime sportive. Kënaqësia është e imja. Faleminderit shumë. Dhe do të bëjmë tak sa herë të fiton Messi. Patjetër që po.